Mirë, dieta, dikush han veç bim, dikush han veç mish, dikush han veç një herë në ditë, ka edhe asi që han edhe gjana tjera. Nëse për shembull del një budallicë në qeverinë e Serbisë edhe flet qyshe kishtë spastru etnikisht Kosovën, sikur të ishte në vend Slobodan Miloševićit, edhe pse ka qenë në partinë e tij edhe atëherë edhe tash, kuptohet që kjo provokon reagime në Kosovë dhe në Bruxelles, po për njëherë po ashtu në Serbisë, Snežana Paunović u bë personaliteti më i përfolur i javës. Tash, Evropa me të drejtë ka kritiku deklarimin e saj, edhe kryetari i partisë së saj Ivica Dačić e ka relativizuar atë deklarim. Të merremi vesh diçka. Nuk po them që nuk duhet reaguar kur zyrtarët shtetëror serb arsyetojnë ose relativizojnë krimet e kryera në Kosovë. Po ashtu është mirë që BE-ja ka reaguar se dorën zemër në këso situatash janë të ngathtë edhe të ngadalshëm. Tash, po ashtu këtu duhet me thonë që ka reagu pas insistimit të gazetarve, edhe ato gazetarve të Kosovës, mos gabofsha ishte pikrisht Augustin Paloka që e bëri pyetjen, mirë po, këto janë tema tjera për shkak se ka njëherë edhe në pyetje direkte din me reagu ngathtë. Edhe po, që kjo shërben si dëshmi që Serbia nuk u mush men, edhe nuk e ka kuptu kur se çka ka ndodhur në Kosovë. Mirë po, që ka mohus të krimeve ose budallën qeveritë Serbisë në thelb, nuk është ndaj risi. Serbia është shtet me elemente kriminale ose shtet i kriminalizuar për dekada të tëra. Struktura aktuale që udhëheq këtë shtet, sipas mediave ndërkombëtare edhe raporteve të tjera, ka lidhje me krim të organizuar, vrasje masive, korrupsion, hajni e deri tek dyshimet për pjesëmarrje në gjueti të njerëzve civil para 30 vjetëve. Serbia nuk është vend normal ku është lajmi qëtu. Kjo mundet me qenë lajmë veç për disa talenta në Kosovë që menojnë që mund të ndikojnë në demokratizimin e Serbisë, në vetëdijsimin e Serbisë, përparimin e Serbisë, kthimin e Serbisë nga perëndimi e shkputjen nga Rusia edhe budallakia. Ama këtu nuk janë prioritetet tonat. Cilat janë prioritetet tonat? S'to ju pret çfarë. Prioritete mundën me qenë shtratërit në klinikën e pediatrisën ÇKUK. Në fakt, krejt ÇKUK-ja. Në fakt, krejt sistemi shëndetësor überhaupt ishtë dashur me qenë prioritet joni. Sepse Serbia nuk na pengon me ndreq një sistem informativ shëndetësor. Nuk i ka pengu ata në pushtet para Albin Kurtit që nga 2008 e nuk e pengon as Albin Kurtin që nga 2020 për 6 vjetë. Sistemi informativ shëndetësor nuk e kemi, jo pse ka mohues krimesh e budallën qeverinë e Serbisë, po pse ka mosdivqa dhe batakçi në qeverinë e Kosovës. Nëse nuk kemi sistem informativ shëndetësor, ma ne e qartë se s'kem sistem funksionale të sigurimeve shëndetësore, edhe ma ne edhe ma qartë pse kemi telashe sistemike, edhe pse kemi skena të mirë si këto të javës së kaluar në klinikën e pediatrisë. Pra, sistemin shëndetësor e kemi kriju të tillë që u mundson kompanive farmaceutike dhe klinikave private nga shtetet fqinje të fitojnë qindra miliona nga kosovarët fukara. Për ma tepër, bazuar në reagimet pas skandalit në klinikën e pediatrisë, duket që e njëjta qasje do të vazhdoj. Nuk pash as dorëheqje, as reagime serioze, as ndonjë hap që për qëllim e ka përmirësimin e situatës në terma pak ma strategjik. Tash, nëse fëmija në pediatri i ka kushtet çfarë u pa në fotot të javës së kaluar, edhe nëse në shkolla, sipas presidentes Vjosa Osmani, ku ndërmojnë WC-t, nëse fëmijët nuk kanë përkujdesje të duhur shëndetësore dhe sistemin arsimor e kemi të keq, ata fëmijë kanë murrit ma keq se sa fëmijët e veneve tjera. E statistikat kallëzojnë që numri i nxënësve është në rënje, e numri i mjekëve që lëshojnë Kosovën çdo vit në 5 vitet e fundit ka qenë më i madh se 100. Shuma e pareve që kosovarët harxojnë për shërbime shëndetësore jashtë Kosovës vetëm në post-pandemi matet me qindra miliona. Me fjalë tjera, Serbia nuk e spastron më etnikisht Kosovën. Për këtë punë janë aty që të kujdesen strukturat amerikanëve edhe aleatëve të tyre të NATO-s, edhe strukturat që shteti i Kosovës i ka kriju mendimin e tyre, ata e parandalojnë këtë gjë. Kosovën mund të alshojnë qytetarët e saj nëse ajo bëhet e pajetueshme për shkak të pushtetarëve në Kosovë e jo pushtetarëve në Serbi. Mysafir, sonte Florent Zexha Jarbër Jashari i Berisha.